po thojnë që Erla Qeku nuk po premton. Edhe çka vonone. Kina ja analizova në vlera monetare, domethënë mundova më shndru në vlera monetare premtimet. Edhe dul që premtimet në projektet kapitale të tij shkojnë në gati gjysmë miliard euro për 4 vjetët e ardhshme. Pra, shpenzimet më të mëdha janë unoza e brendshme dhe unoza jashtme që shkojnë në 270 milion euro. Pastaj një impjant atje për ujna të zeza në Turina, ai shkon dikun 60 milion, pastaj 50 milion dikun ishte llogarit, pastaj e llogariton realisht. Pastaj flota autobusave, flit autobusave realisht anglisht flota që është shqip, që shkon dikun 70 milion euro për 120 autobus. E kështu me radhë, domethënë këto janë projektet kryesore, mirë po edhe projektet të tjera, të cilat pa diskutim që do ta transformonin Prishtinën, mos transporti. Pra, buxheti aktual kapital i Prishtinës vetëm me e krahasu është 37 milion euro, ndërsa buxheti total është 128 milion euro për si vjet. Nëse llogarisin buxhetin që po e premton zoti Qeku, atëherë po flasin për një buxhet që mund të shkojë në 300 milion euro apo 2.5 herë më i madh aktual, i cili është 28 e ka marrë dikon 70 milion euro, pra është rrit për 40 milion, ndërsa në këtë rast rritet për 170 milion